lideret e këtyre partive politike në të kaluarën kanë të kaluar ndoshta edhe vetveten, kanë të kaluar interesat partijake dhe kanë bërë koalicion ndoshta me partitë të cilat elektoratin e tyre ka qenë i papranueshëm. U përmend gjua polarizuese, është e vërtetë që gjua polarizuese qoftë gjatë fushatës, po ndoshta edhe pas fushatës në një farë mënyrë po ndikon që këto tensionet mes partive politike, mes forcave politike në kuvend po kanë një ndikim negativ, ku e thash më herët këto egot personale, egot partijake në një farë mënyrë po mbizotrojnë para ofrimit të një zgjidhje. Tash ne kemi rastin e gjykatën kushtetuese, po besoj për ne si jurist, në mënyra se si është dërguar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, dyshoj që mund të ofroj zgjidhje praktike. E para, nëse gjykata kushtetuese vendos mbas standardeve që ka pasur në të kaluarën, do të dyshoj që do të mundet që të njëjtën ta trajtoj si të pranueshme. Do të jetë shumë e vështirë të kalohet ky filtri i pranueshmërisë së kërkesës, sepse gjithmonë po flas në bazë standarde që kanë ndërtu, edhe përkundër që po ndodh pasoja në praktik, nuk kemi një vendim me shkrim, i cili pastaj të atakojnë në gjykatën kushtetuese. Në anën tjetër, edhe sikur gjykata kushtetuese ta konsideroj të pranueshme dhe ta konsideroj që procedura do të mund të vazhdoj me votim të fshehtë, pastaj do të thotë duhet që deputetët e Kuvendit të Kosovës ta dëshmojnë vullnetin e tyre përmes votimit. Dhe as gjykata kushtetuese pas një mekanizëm, do të thotë në një shtet demokratik, në një shtet që aspiron do të thotë të respektoj vullnetin e përfaqësuesve të popullit, në këtë rast të deputetëve, nuk mundet t'i detyroj për të votuar në një mënyrë apo në mënyrë të saktuar. Kështu që prapë kur të vihet deri te votimi, nevojiten 61 vota për të votuar, do të thotë për kandidatin për kryeparlamentar të Kuvendit të Kosovës. Kështu që unë besoj që partitë politike e përsëris duhet të kalojnë vetveten, duhet të gjejnë ura të bashkëpunimit, duhet të gjejnë mënyra që të bashkëpunojnë me parti politike, të cilat ndoshta do të thotë në rrethana të caktuara nuk do të komunikonin, po partitë politike do të duhet që si bazament komunikimit ta kenë programin qeveritar. Do të thotë nëse partitë politike duan që të konsultojnë Kuvendit, të formojnë qeverinë, do të duhet që debati të zhvillohet në atë se cili do të jetë programi qeveritar, cilat janë interesat strategjike dhe më të shpejta që duhet të merr, do të thotë Kuvendi i Kosovës, pastaj qeveria në të ardhmen. Nuk duhet harruar faktin që ne jemi në një fazë ku shumë mekanizma, shumë institucione të pavarura tani më do t'ju përfundojnë mandatet anëtarëve të tyre. Dhe nëse ne nuk do ta kemi konstruimin e Kuvendit, do të vim në një paralizë shtetërore ku shumë institucione të pavarura, ndërmarrje publike, borde të mbesin pa quorum, që do të thotë në farë mënyrë jo që nuk do të kemi vetëm konstruim të Kuvendit dhe qeveri, po efekti sinxhiror do të jetë deri në atë madh që pothuajse shumë mekanizma pastaj nuk do të jenë në gjendje të marrin vendime ose të në farë mënyrë të qeveriset me vendin. Dhe po flasim në një stat ku tani më jemi në muajin qershor, presidentja veç e caktoi datën për zgjedhjet lokale në 12 tetor, dhe vetëm imagjinoni ku tashme partitë politike gjithë fokusin e tyre do ta drejtojnë tek përzgjedhja e kandidatëve për kryetar nëpër komuna, dhe kur të fillon fushata, do të thotë e partive politike do të jetë e pamundshme që të kemi, si themi, një luftë dy frontale, zgjedhjet komunale, pastaj konstituimi i institucioneve. Kështu që çdo ditë që jemi duke humbur, do të paguhet fatura, besoj, jo vetëm nga qytetarët e Kosovës, po edhe na çka është si institucione që do të funksionojnë në mënyrë demokratike. E përmendë zotë Miftaraj këtë rrezikun që do ta kenë institucionet e pavarura dhe bordet, dhe kur jemi këtu kemi pasur që ka pasur në një farë forme marrjet kompetencave të kësaj qeverie në detyrë të Kuvendit të Kosovës, sepse kemi pasur që agjencitë pavarura kanë raportuar para zëvendës kryeministrit Bislimi, është fjala për drejtues të autoritetit të konkurrencës. S'kan raportuar në Kuvend, po janë shkuar në një takim aty dhe kanë raportuar edhe kanë folur edhe për raste konkrete dhe është kërkuar që me marr masa ndaj kompanive të ndryshme. Si shpjegohet kjo? Por më të themi që ne pse i KD kemi pasur pothuajse informata të vazhdueshme që jo vetëm tek zëvendës kryeministri Bislimi, po edhe tek kryeministri Kurti kemi pasur numra të
kryetarëve të bordeve, antarët të bordeve, të pavarura të cilat i raportojnë drejt për drejt Kuvendit të Kosovës, të cilët në një farë mënyrë kanë shkuar dhe kanë raportuar ose kanë marrë instruksione nga qeveria për mënyrën e funksionimit të institucioneve. Fatkeqësisht mund të themi për shtetin, fatmirësisht për neve, ne këtë e zbuluan përmes autoritetit të konkurrencës, ku antarët e këtij autoriteti e pranuan në diskutim me ne, se janë ftuar nga zëvendës kryeministri Pislimi, i cili ka kërkuar se çka është duke ndodhur në farë mënyrë me administrimin e këtij institucioni dhe ka bërë pyetje specifike për institucionet ose për kompanitë të caktuara, se çka po ndodh me ankesat, me gjobat ndaj tyre, ku ka kërkuar edhe shqiptim të gjobave. Kjo do të thotë në një shtet demokratik, në një shtet ligjor është ndërhyrje flagrante, do të thotë e zyrës së kryeministit, këtë rast zyrës së zëvendës kryeministrit ndaj një autoriteti të pavarur, siç është autoriteti i konkurrencës. Në radhë të parë, nëse do të kishim shtet ligjor, do të kishim emërimin e këtu institucionit të njerëzve me integritet, profesionist, të pavarur, të njëjtit në asnjë rrethon nuk do ta pranonin ose nuk do të vinin në një situatë ku duhet të shkojnë të raportojnë apo të marrin urdhra nga një zëvendës kryeministër për punën që ata do të thotë e bëjnë mirë të pavarur dhe që për punën e tyre raportojnë vetëm në kuvend. Po këto situata do të thotë ndodhen kur kemi në një situatën ku jemi, ku s'kemi kuvend, ku qeveria kemi parë është duke marrë një numër të madh të vendimeve të cilat jo rrallë herë bien dhe në kundërshtim me vetë ligjin e qeverisë, sepse ligji për qeverinë e përcakton në mënyrë të qartë që qeveria që është në detyrë do të thotë përfundon ose ushtron kryesisht vetëm detyra përgjegjësi, të cilat janë, si më themi, të domosdoshme dhe obligative, ose që përfundon procese që kanë filluar në kohën kur këtë qeveria ka qenë me mandat plot, dhe jo do të të merren vendime apo të vendime të cilat në farë mënyrë kjo qeveri është duke ushtruar kompetencat sikurse ta ketë marrë mandatin e plot nga Kuvendi i Kosovës, që nuk është rasti. Po fatkeqësisht kjo ndodh në një shtet si Republika e Kosovës, ku institucionet e pavarura si sistemi prokurorial, prokuroria speciale, prokurorët, policia apo agjencitë e tjera që do të duhet në farë mënyrë të parandalonin apo të luftonin këto dukuri, në farë mënyrë rrinë të heshtur, nuk i ushtrojnë kompetencat dhe çka ka mbetur vetëm të raportojmë, të ekspozojmë publik dhe të bisedojmë për këto fenomene në studiet televizive. Veç me shtu, se për këtë çështjes së qeverisë, në rast se e shet diskursin, vendimin, nënkupton që kemi qeveri normale, domethënë jo qeveri në detyrë e cila natyrisht është vetëm kujdesare, edhe cila ushtrohet funksionet e cilave ushtrohen në bindjen time pa pajtueshmëri me kushtetutën. Në këtë drejtim vlen theksohet fakti që ka gjykim gjykatës kushtetuese ku në proces të vendimmarrjes në kuvend merr pjesë një person i cili ka mandat të kontestuar e ka rrëcu komplet procesin e vendimmarrjes.